Në krah të përfaqësuesve të opozitës në Komisionin e Posaçëm për Reformën Administrativo-Territoriale, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha kundërshtoi harsh për projektin e Partisë Socialiste për ndarjen e re administrative të vendit, duke e cilësuar atë një reformë që përqendron pushtetin në duart e qeverisë dhe dëmton komunitetet lokale. Sipas Berishës, propozimi për reduktimin e numrit të bashkive nuk është një reformë e decentralizimit, por një proces që synon të dobësojë pushtetin vendor dhe të thedhojë braktisjen e zonave rurale. Paraqitin parlamenti raport që nuk u paraqit në komision, që s'mund paraqitej kur në parlament, dhe e publikoi atë në cilin tregon se në krimin e tij monstruoz kundër shqiptarëve nuk ndalet, don të heq edhe 15 bashki të tjera, të reduktoj numrin e bashkive në vendin më malor të Europës, ta përqendroj në pllambën e tij të zezë të dorës vetëm e vetëm për qëllime shpopullimi, për qëllime pasurimi. Kryedemokrati akuzoi kryeministrin Edi Rama se është tërhequr në mënyrë të njëanshme nga procesi i zhvillimit me konsensus të reformës dhe se përveç interesave elektorale pas këtij projekti qëndron sipas tij një strategji për shpopullimin e vendit dhe centralizimin e mëtejshëm të pushtetit. Pabesisht në mënyrë të njëanshme Edi Rama u tërhoq me projektin e tij totalisht i platformës Çubrylloviçit. Banorët e Poliçanit u treguan patriot të vërtet, çfarë do që ishin, pa parti socialist, demokrat, me mbrojtjen që i bëjnë bashkisë së tyre, ata mbrojnë një qeverisje që i duhet Shqipërisë për zhvillimin e saj dhe ndalimin e shpopullimit. Shembulli i banorëve të Poliçanit duhet të frymëzojë dhe jam i sigurt që do frymëzojë banorët e të gjitha komunave që Edi Rama me një trënd lapsit u bie kryq vetëm për qëllime elektorale, vetëm për qëllime të zeza elektorale dhe mafioze të pasurimit të tij për centralizuar gjithçka sa më shumë në duart e tij. Nga ana tjetër, bashkëkryetari demokrat i Komisionit të Reformës Territoriale, Luciano Bocci, deklaroi se projekti i socialistëve nuk mund të miratohet në kuvent pa u konsultuar më parë me qytetarët. Bocci propozoi që si projekti i Partisë Socialiste, ashtu edhe ai i Partisë Demokratike, të nënshtrohej një referendumi në mënyrë që qytetarët të vendosin vetë se cili modeli i qeverisjes vendore u shërben më mirë interesave të tyre. Kjo reformë nuk mund kalojë me vota në parlament. Kushtetuta jon parashikon referendumet. Karta Europiane Autonomisë Vendore parashikon referendum. Nemi 108.2 e Kushtetutës është kategorik. Kufijtë e tyre nuk mund të ndryshohen pa u marrë më parë mendimi i popullsisë që banon në to. Pra, dhe në rast bashkimi, dhe në rast ndarje, duhet marrë mendimi. Në kuvendin e Shqipërisë merret nëpërmjet përfaqësuesve dhe komisioneve. Komisioni ka përfunduar dhe ngelet referendumi. I pyetur nëse prishja e konsensusit për reformën territoriale do të ndikojë në punën e Komisionit për Reformën Zgjedhore, Berisha tha se opozita do të vijojë të marrë pjesë në proces me synimin për të paraqitur një model sa më të mirë të kodit zgjedhor. Me seriozitetin më të madh në reformën zgjedhore, ne kemi bindje se Edi Rama nuk pranon asgjë që lëkun apo cenon sadopak pushtetin e tij. Por qëndrimi ynë është të hartojmë dhe të paraqesim para shqiptarëve kodin zgjedhor më të mirë dhe të standardeve ndërkombëtare më të mira. Gjatë konferencës, Berisha komentoi edhe vendimin e gjykatës së posaçme për ndryshimin e masës së sigurisë ndaj ish-ministrit të shëndetësisë Ilir Beqaj nga arrest në burg në arrest në shtëpi. Lirimi i Ilir Beqës është dëshmia e fundit flagrante e kontrollit të plot dhe total të sistemit të drejtësisë nga Edi Rama. Vetë akuza kundër tij ishte qesharake në raport me plaçkitin e 100 milion eurove. Mos harro se sterilizimi dhe iniciatori është Edi Rama, themi sinqert domosdoshmë, dilte në ekran me një gërshër të thyrë dhe një pincë të ndryshkur, se jam me çfarë operoheshin. Rriti 84% sipas ekspertëve çmimin e sterilizimit në Shqipëri. Natyrisht Ilir Beqa do dilte, sepse Ilir Beqa vjerë të mbaj bëri me Edi Ramën. Biles ti kërkojnë të falur Beqës se e mbajtën shumë. Na falo Beqës të mbajtëm si shumë.